Nëna e shpat kasapit prek me falenderimin për Selvie Jaon. Nëna e shpat kasapit, Gjylymser Kasapi, ka reaguar së fundmi me një mesazh emocional në rrjetet sociale, duke shprehur mirënjohjen e thellë për të gjithë ata që kanë qëndruar pranë familjes në këto momente të vështira dhe të dhimbshme. Përmes fjalëve të saj, ajo ka falendëruar miq, familjar dhe të gjithë dashamirësit që kanë treguar solidaritet dhe respekt gjatë kësaj periudhe të rëndë. Një falënderim i veçantë në mesazhin e saj i është drejtuar nuses së shpatit, Selvies, të cilën Gjylymser e përshkruan me superlativa si një bashkëshorte të devotshme dhe një nën të shkëlqyer për nipin e saj të vogël, Roelin. Në mënyrë të veçantë dua të falenderoj Selvien time të dashur, shpirtin e shtëpisë së shpatit, e cila ishte jo vetëm një bashkëshorte e përkushtuar, por edhe një nën e shkëlqyeshme, shkruan ajo, duke shtuar se faktin që shpati nderoi jetë në krahët e saj. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.